Ato që ka pëndohen, pas vendimit prapë është dhe mëkate, ato pëndohen. Besimtari kur nuk largohet nga pendimi, edhe as pak nuk është turp që besimtari masi të bëjë pendim, nëse kthehet në mëkat përsëri të bëjë pendim. Dhe besimtari i cili ka kuptuar realitetin e pendimit, realitetin e, dhe thotë rahmetin e real të Allahut Azza wa Jall, kur nuk e lën pa u pendu nga mëkati që e ka bë. Kur nuk e lën pa u pendu nga mëkati që e ka bë. Në qoftë ajo për ditë. Në qoftë ajo për ditë. Ama generalisht themi që besimtari i cili pendohet nga një mëkat, nuk i ka hije që mu kthinat në atë mëkat. Ama nuk do me thonë se nëse përsërit atë mëkat se s'ban mu pendu. Apet pendohet, apet pendohet, apet pendohet. Sepse shejtani ka qef që njeri me vdek pa pendim. Gjunaqari me vdek pa pendim. Edhe ja shtin këtë vezvese dhe i thot, ti apolun me fjallën pendima, ti apolun me Zotina. Jo, na i themi besimtari pendohet çdo e kur ban mëkat dhe çdo e kur ban gjuna. Dhe besimtarit nuk i ka hije që mu kthin në mëkatin nga i cili është pendu. Nuk i ka hije, është tjetër, dhe tjetër është me thonë se duhet mu pendu apet nëse ki bo gjuna. Sepse na jemi gjunaqar dhe bëjmë gjunahe të ndryshme. E ndonjëherë i përsërisim të një të gjunahe, e ndonjëherë bëjmë gjunahe tjera të cilët se kemi bo. Ama megjithatë, na jemi nga ata që duhet dhe pendohen vazhdimisht. Na jemi nga ata që kërkojmë pendim vazhdimisht nga ana Allahut Azza wa Jall. Sepse asnjëri prej nesh, asnjë besimtar nuk pretendon se nuk është mëkatar. Pasi që themi na jemi mëkatar, themi na jemi edhe pendues. Që pendohemi vazhdimisht dhe pa ndalë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ki haditha hinë edhe të ajo në shëtësia e Allahut, për shembull. Robi jem që hadithi kutësia, po hadith kështu, robi jem ban me katë, unë ja fali. Ban me katë, unë ja fali, dhe vazhdo unë ja fali. Hadithi është kutësi, po. A hinë edhe që kjo qëtu? Edhe kjo hinë këtu. Edhe kjo hinë këtu. Ban me katë, pendohet ja fal. Ban më katë, pendohet ja fal. Edhe vazhdon robi jem që është hadith. Apet vazhdon. Po, edhe unë ja kun falë atina, ama a hinë që ati në shëfësirë në Allahut. Ky hadith të po thu që Allah do ta merr fshehu razi. Generalisht ky hadith hin për ata që i kanë bërë gjunat në fsheft, që se ka pa dikush, që është mundu me mishe me shpirt që me bokim fsheft, që e ka pa veç Allahu Azza wa Jall, apo e ka pa dikush, kanë përmend disa deta, apo e ka pa dikush pa i ditë ke. Do të thonë ky hadith është për ata që gjunahin mundohen me bo në fshehu razi. Që gjunahin mundohen me bo fshehu razi. Që mundohen që gjunat dhe mëkatet mos mi bo haptazi. Apo janë personat të cilët nuk krenohen me mëkat, me gjunah. Porse e kanë dhe të cilësi që gjunahin mundohen me bo fshet. Dhe Allah të që këto të ti merë dhe do të vetmohet me ata. Kurse ki hadith është për gjithë pendusit, për gjithë mëkatarët, e ka bo haptazi një gjuna, pendohet, apet haptazi e ban, apet pendohet. Hadithi kutsi, që është ban mëkat, unë ja fale, ban mëkat, pendohet, ja fale, ban, kjo është për gjithë mëkatarët. I përfshin edhe ato që i bëjnë haptazi dhe ato që i bëjnë fshehurazi. Për dallimi kosh, ato që i kanë bo fshehurazi, Allah zë kam i da veç, kam u vetmu ma ata, kam ja përmend, me bo me dhije qka. Të edhe pse i kim fshef pe këtë dunjos, ta di se unë e di se i ki bo, e këtë kum pa. Një përcisive. Wallahu ala.